Dhe një çështje që dua ta ngris e nderuara jetë është që kur ndërtohet një objekt për dedikim të pensionistëve, sikurse që ka qenë ky objekt në periferitë e Rahovecit, unë mendoj që në radhë parë duhet ketë një diskutim të hapur, transparent, edhe me ata për cilët dedikohet, sepse shihet qartazi se ata nuk e kanë pranuar për shkak të rrethanave të ndryshme. E ne bëjmë një premtim të publik këtu se ne do ta ndërtojmë një hapësirë publike për një qendrim drejtor brenda qytetit për pensionistë. Okej, një minutë ki fol, edhe ti ki një minutë. E para, ne kemi pas diskutim publik edhe s'kemi pas pronë në qytet dhe jemi pajtu që pensionistë shkojnë atje. Po kanë pajtu me shku përkundër të gjithë atyre benefiteve që ja ka ofruar komuna. Sidoqoftë jam shumë i lumtur që atë shtëpi tash e gëzojnë kolonia e artistëve, pra edhe vazhdimisht ka aktivitete ngjarje, mirëmbajtje etj. Ndërsa le të më tregon kolegu im ku e gjen atë pronë, sepse unë jam i njoftuar, jam i informuar. Është si i zoti i shtëpisë, si krye familjar i komunës, sigurisht që do ta gjej atë hapësirën dhe kjo brenda 4 viteve domethënë do të realizohet, do të jetë një realitet faktik. Megjithatë, është çështja krejtësisht e imja se ku do ta gjej, por unë po e bëj këtu publikisht se do ta ndërtoj domethënë një objekt që do të ketë i dedikuar ekskluzivisht për pensionistët. Megjithatë, kur të ndërtohet diçka, kur investohet ajo, mos bëhen pastaj ridedikime, sikurse për rastin për shembull në Rahovec është ndërtuar shtëpia për pleq, e në fund pastaj ka kaluar tek shoqata artiste. Unë vi pjesë nga orbita e kulturës, po ashtu, domethënë, edhe unë i shmoj artiste sepse jam në një farë forme, domethënë pjesë e asaj orbite, megjithatë, kur ndërtohet, është mirë që të projektohet një diçka që ka një koncept, ka një ide dhe që të ketë një funksion dhe një rezultat, domethënë për cilën realisht investohet. Dhe jo pastaj të kemi ridedikime nga shtëpia e pleqve të kalojmë tek artistët. Mirë që e kanë artistët dhe unë jam pro. Ndërsa ku ka më mirë se sa artistët atë mjedis fantastik, atë bukurit rrallë natyrore ta shfrytëzojnë, edhe pse atëherë pensionistë kanë kërkuar dhe ju kemi tregu që atje se s'kemi vend tjetër në pajtu, po tash nuk po shohin se larg edhe përkundër transportit. Tash çka mund bëjmë ne për pensionistë? Ne kemi lokalet e palestra aty, lokale nga qendra afarise, lokalet afarise që mund t'i japin shfrytëzim pensionistëve, mirë po shtëpi për pensionistë, vetëm le të tregon ku e ka vendin me ndërtu shtëpi për pensionistë brenda qytetit. Po unë kam e qenë i zoti i shtëpisë, edhe i zoti i shtëpisë natyrisht që kam e gjetë dhe kjo është obligim detyrues i imi, po natyrisht që kam e gjetë. Po jo, unë kur e gjej, natyrisht që e bëj me një plan jashtëzakonisht të ndërtuar, me ide, me koncept, me gjitha çfarë duhet. Dhe jo që të kemi ridedikime sërish, po ripërsëritet në disa herë. Pra, nuk bëhen punë shkele shko, sepse dëgjoj jeta, kur bëhen punë shkele shko, pastaj ajo ka kosto. Sikurse që ka pasur, domethënë, kosto shumë punë që janë ndërtuar domethënë në Rahovec. Dhe kjo pastaj i kushton qytetarit të Rahovecit. Ose rruga për shembull 4 kursiç që shpesh herë domethënë është rritë nderuar kjo pjesë. Po? Faleminderit. Ju lutem, i ka ngelur në shpejtësi, po shtëpi më të bukur, ju lutem ekipin e juaj mundi me çu me vizitu edhe aktivitete më shumë. Se sa aty nuk zhvillohen gati kërkon në shtëpinë e artistëve, që unë pitoj shtëpi rezidenciale e artistëve. Disa aktivitete, madje edhe mbrëm ka qenë një aktivitet. Kështu që nuk e dia ka marrë pjesë, unë s'kum pas mundësi të marr pjesë. I ka ngelur në shpejtësi, e lut kolegën që mos bllokohet me një pikë se objekti është i mirë mbajtur, është i bukur, vetëm që dedikimi kanë rru për shkak se një herë janë pajtu pensionistë, tash nuk janë pajtu aty edhe po shfrytëzojnë artistë dhe shumë mirë. Zakonisht e përmendi dëgjimet publike, debatet publike. Sinqerisht jeta unë e di fare mirë domethënë se si bën dëgjimet publike, është një pjesë e administratës komunale që merr pjesë, po jo realisht personat të cilët bëjnë pjesë në debatet publike. Pra nëse bëhen debatet publike interne, sa për të dukur ose sa për të krijuar një imazh, atëherë domethënë kjo nuk ka ndonjë qëllim të caktuar sepse nuk ka ndonjë domethënë realizim faktik aty. Unë nuk ngudhem, unë jam krejtësisht domethënë komod me vetveten time dhe jam plotësisht i qartë dhe jam plotësisht i vetëdijshëm se për çfarë po flas, sepse aty jetoj dhe e di fare mirë domethënë se çfarë investuar dhe si është investuar. Po dalim pikë kësaj teme. Po dikush dikush mund të jetojë aty, po tash ka hinë me mbledh informacione të cilat i ka periferike dhe i ka të njëanshme, ju lutem, mund ta shihni raport se ju jeni edhe njohur për verifikim të fakteve. Mund ta shihni raportin cila komunë ka pas pjesëmarrës më shumë, edhe nga 2 gjinit në dëgjime buxhetore. Veç kështu në raportin e performancës që nuk e kam nuk e kam monitoruar unë, e kanë monitoruar Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal dhe mund ta shihni për transparencë buxhetore, për dëgjime buxhetore, numrin e pjesëmarrësve janë me nënshkrime, të gjitha janë të kopjuara, mund t'i shihni në raport. Prandaj unë nuk jam
pak respekt. Absolutisht. Se kreva se une tash mi more... Po të ka kalu koha, kryetar, se po ishte Po, më kohë pak në dje, po sekunda, kalu se koha. rregull. Okej. Une po e mbylli këtë temë, Mirë. çdo gjë që është bërë në komunën e Rovez është bërë me planifikim, dhe çdo gjë që do të bëhet edhe Koha. në komunën e Rovez do të bëhet me planifikim. Koha. O kryetar, ti vetë po livdohesh, po punët s'po të livdojnë. Çtu është esenca, nuk po të livdojnë punët. Prandaj po të korrigjoj, dhe po më dona me të korrigjoj. Dëgjoj, unë nuk jam rishtas në angazhimit e mia publike jeta.